Jemi tek Romakët, kapitulli 8, vargjet 19 deri 25, e kemi edhe aty lart të shkruar. Unë do të lexoj në fakt që nga 18-a, edhe është një pasazh që kërkon përgjigje. Është një pasazh që kërkon përgjigje nga qëndrimi ynë, teksa e merr, teksa e shikon, edhe është një pasazh që kërkon shumë besim. Nuk duket një pasazh i arsyeshëm për mendjen njerëzore, por është një pasazh me thellësi reale. Dhe thot kështu që në vargun 18. Se unë mendoj që vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlen të krahasohet me lavdin që është gati për të na u zbuluar. Se pritshmëria e edhshme e krijimit pret me padurim zbulesën e bijve të Perëndis. Sepse krijimi ju nënshtrua kotësisë jo vullnetarisht, po për shkak të atij që nënshtroi, me shpresë edhe vetë krijimi do të çlirohet nga skllavëria e prishjes, për të hyrë në lirinë e lavdisë së fëmijëve të Perëndis. Një mend, ne e dim se i gjithë krijimi deri më tani pshërëtin bashk dhe shtërzon bashk. E jo vetëm ai, por edhe ne vetë duke pasur frytin e parë të frymës, edhe ne vetë pra pshërëtim në veten tonë, duke pritur me padurim birësimin, shpengimin e trupave tanë. Sepse me shpresë u shpëtuam, po shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse kush e shpreson atë që sheh. Por nëse shpresojmë atë që nuk e shohim, atëherë e presim me padurim përmes qëndrueshmërie. Në fakt, do ta shohim pakës varg për varg. Mua më pëlqen jashtëzakonisht kur ulemi dhe shohim fjalën e Perëndis varg për varg, sepse gjithmonë fjala e Perëndis ka shumë për të na mësuar. Do doja që të kalojmë pak tek libri i parë në fakt i Biblës, tek libri i Zanafillës, tek kapitulli në të cilën na flitet kur Adami dhe Eva ndryshuan drejtimin e racës njerëzore dhe kemi përballjen me Perëndin. Dhe çfarë ndodh në fakt si rezultati i kësaj pjese lidhet shumë me pasazhin e sotëm. Pra tek Zanafilla, tek kapitulli i 3. Do ta shohim pak që nga vargu i 8. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopësht në flladin e ditës. Pasi kishin mëkatuar, vini re çfarë thotë. Dhe njeriu e gruaja e vet u fshehën për herë të parë, u fshehën nga prania e Zotit Perëndi, dhe ku u fshehën? Midis pemëve të kopshtit, prapa pemës. Atëherë Zoti Perëndi thiri njeriu dhe i tha, ku je? Jo se Zoti nuk e dinte, por më trego, si një prind që i kërkon fëmijës, më tregojnë çik fille për pemë. Ai u përgjigj, dëgjova zërin tënd në kopësht dhe pata frikë, sepse jam lakuriq dhe u fsheha. Dhe ai tha, kush të tregoi se i lakuriq? Fillon historia, zhvillohet pak më shumë. Mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Njeriu, burri, çfarë tha? Gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë hëngra. Si dy fëmijë të vegjël filluan akuzën. Adami nuk mori përgjegjësinë e tij, po gruaja që ti më dhe madje, unë isha në rregull derisa ti më dhe këtë. Pse më dhe? Akuzë dhe jo vetëm ndaj situatës, po dhe ndaj Perëndis. Gruaja që ti më dhe, se unë isha rahat deri tani, ç'më bëra që më dhe këtë se më shkatroi. Dhe Zoti Perëndi nuk diskutoi fare me Adamin. I tha gruas, pse e bëre këtë? Vini re reagimin e gruas. Gruaja u përgjigj, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj. Nuk mori përsëri pjesën e vet, siç është shpreha faji, u bë qyrk dhe qyrkun nuk e veshi askush. Vini re që Zoti nuk pyet gjarprin pse e bëre këtë gjë, sepse e di e kishte ndarë bisedën me të shumë kohë përpara. Atëherë Zoti Perëndi tha gjarprit direkt, meqense e bëre këtë gjë, qofshi mallkuar ndër të gjitha kafshët dhe tërë bishët e fushave. Ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. Interesante është që
ka shumë gjasa që gjarpi është vetmja krijesë që pësoi ndryshim të menjëhershëm për shkak të mëkatit. Dhe unë do të shtije armiqësi midis teje dhe gruas. Vini re, midis farës sate dhe farës së saj, nuk po flet për gjarpin fizik, sepse nuk po thot fara vetë saj, por farës së saj. Për herë të parë kemi thënë përdoret fjala farë gruaje, gjithmonë është farë e burrit. Për herë të parë dhe të vetme, sepse na flet për Krishtin, për ardhin e tij. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do t'i plagosësh thembrën e farës së saj. Grua si tha, unë do të shtoj në mas të madhe vuajtjet e tua dhe barrat e tua. Me vuajtje do të lindësh fëmijë. Deri këtu e kupton shumë njerëz, këtë pjesë zakonisht nuk e kuptojnë, ku thotë dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty. Çfarë do të thotë kjo? Dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd. Ideja është që ti do të kërkosh të zësh vendin e drejtimit në familje. Dhe gjithmonë kjo betejë ka për të qenë aty. Kush do të komandojë? Por ai do të sundojë mbi ty. Do të jetë një betejë që nuk do të ketë të sosur, sa kohë të ekzistojë kjo botë. Pastaj tha Adamit, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për të cilën unë të kisha urdhëruar duke thënë mos ha prej saj, vini re çfarë thot tani. Toka, planeti Toka, do të jetë e mallkuar për shkakun tënd. Deri këtu nuk ishte mallkuar Toka, ishte mjaft e mirë çdo gjë. Por mallkimi i parë që bën në adresim të burrit është që Toka do të jetë e mallkuar për shkakun tënd, jo për shkak të tokës, për shkakun e Adamit. Ti do të hash frytin e saj me mund tërë ditët e jetës sate. Vini re çfarë thot? Ajo do të prodhoj gjemba dhe bim gjëmbore, dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukën me djersën e ballit, derisa të rikthesh në dhe, sepse nga ai ke dalë, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh. Dhe njeriu i vuri gruas së vet emrin Evë, sepse ajo që e nëna e tërë të gjallëve. Pastaj Zoti Perëndi i tha Adamit dhe gruas së tij, i bëri Adamit dhe gruas së tij, vini re kujdesin e Zotit, tunika prej lëkure. Për herë të parë Zoti bëri një flijim kafshë, që me gjakun e këtij flijimi do të mbulojë lakurësia e tyre. Dhe i veshi. Dhe Zoti Perëndi tha, ja njeriu u bë si një prej nesh, sepse njeh të mirën dhe të keqen. Dhe tani nuk duhet të lejoj të shtrij dorën e vet për të marrë dhe nga pema e jetës, kështu që duke ngrënë nga ajo të jetoj për gjithnjë. Duket sikur Zoti është shumë i keq këtu, pas ka vendosur në këtë moment që t'i largoj njeriu mundësinë për të marrë nga pema e jetës, sepse nëse do të merrte nga ajo pemë që ishte aty në kopësht, do të jetoj për gjithmonë. Dhe Zoti e ndaloi këtë gjë. Prandaj Zoti Perëndi e dëboi njeriu nga kopshti i Edenit, që të punonte tokën nga e cila kishte dalë. Kështu ai e dëboi njeriu dhe vendosi në lindje të kopshtit të Edenit kerubinët që vërtisnin nga çdo anë një shpatë lakëruse për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Kjo është hera e fundit që e shohim këtë pemë të jetës në këtë libër, dhe jo vetëm, por i njëjti objekt do të na shfaqet te libri i fundit i Biblës, te libri i zbulesës që na tregon për pemën e jetës. Dhe lind pyetja, po pse Zoti ndaloi njeriu që të ante nga pema e jetës? Sepse njeriu do të jetonte përgjithmonë në mëkatin e tij, që do të thotë pafundësisht do të kishe diktator që kurrë nuk do të vdisnin. Do të kishe gjithmonë, do të ishte ferri në tokë. Do të kishe gjithmonë vuajtje pambarimisht. Do të ishte gjithmonë situatë shkatruese për njeriu. Kështu që plani i Zotit ishte vdis tani, do të kthehesh në pluhur, derisa do të vi dita që unë do të sjell farën e gruas, nga e cila do t'i shtypet koka e gjarprit, do të jetë çlirimi i madh. Tani le të shohim pak pasazhin e sotëm duke pasur këtë kontekst. Se pritshmëria e edhshme e krijimit
pret me padurim zbulesën e bijve të Perëndis. Dhe vargu tjetër, sepse krijimi ju nënshtrua kotësisë. Këtu nuk na flet për njerëzit vetëm, por na flet për krijimin, për tokën, për planetin, për kozmosin, që gjithë shka erdhi si rezultat i veprimit të Adamit. Ne vum re se si Zoti i tha Adamit, për shkakun tënd, toka do t'jetë e mallkuar. Interesante është që nga njeriu mallkimi shkoi tek, për shkak të njeriut mallkimi shkoi tek toka, tek bimësia, tek gjithë atmosfera që ne jetojmë, të gjithë universi ynë. Nuk ishte universi që diktoi mbi njeriun, por ishte njeriu, vendimet e njeriut që diktuan mbi krijimin. Dhe për shkak, sepse njeriu ishte princi, keni parasysh kur Zoti bëri ditën e parë, të dytë, të tretë, të katërt me radhë gjithë krijimin, e bëri gati këtë shtëpinë e mrekullueshme, dhe në fund fare vendosi personin që do të drejtonte gjithë krijimin, njeriun. Dhe njeriu ishte shefi, ishte qendra, ishte gjithë udhëzuesi i gjithë kësaj pjese. Kjo ishte piramida që Zoti krijoi. Kur njeriu ra, gjithçka tjetër ra dhe krijimi ra. Prandaj dhe gjithë krijimi sot vuan për shkak të njeriut dhe jo njeriu për shkak të krijimit. Shumë interesante. Si tha Zoti Adamit, për shkakun tënd toka do të jetë e mallkuar. Tani vini re çfarë thot, i gjithë krijimi, thot këtu, ju nënshtrua kotësisë tek vargu 20. Kush ishte kotësia? Mënyra e gjërave që do të jetonin. Ju nënshtrua mallkimit, ju nënshtrua kësaj kotësie, ku çdo gjë shkon drejt prishjes. Interesante është që në aspektin e evolucionit, thoshte Martin Lloyd Jones, duke sikur spirale në ngjitje, që nga qeliza dolën me dal nga dal me shumë shekuj edhe me miliarda vite erdhën dhe ndryshuan dhe u arrit në transformimin e qenie njerëzore këtu ku jemi, nga majmun edhe me radhë filluan dhe u bën njerëz, kurse Bibla na thot për një rënje nga lavdia për një rënje të poshtme. Është e kundërta e asaj që na mëson sot bota. Bota thot që njeriu është në ngritje, Bibla thot që njeriu është në rënje. Shumë interesante kjo lëvizje. Po vini re si thot aty, sepse krijimi ju nështrua kotësisë, jo vullnetarisht. Nuk ishte vullneti i krijimit që t'i dorëzohej këtij mallkimi, por për shkak të atij që e nështroi. Dhe kush është ky që e nështroi krijimin drejt këtij drejtimi? Është Perëndia. Perëndia e nënshtroi gjithë krijimin tek mallkimi. Zoti dha mallkimin për gjithë krijimin. Dhe si tha, madje dhe bimët do të dalin gjëmba natyrshëm. Mos puno tokën dhe natyrshëm dalin gjëmba. Nuk dalin portokalle, nuk dalin limona natyrshëm. Natyrshëm dalin gjëmba. Do shumë punë që të dalë gjëja e duhur. Po përse e bëri Zoti gjithë të pjesë? Me shpresë, thot pasazhi, dhe jo vetëm fjala shpresë në kuptimin njerëzor, mo ta shpresojmë se edhe bëhet. Shpresa sa herë Bibla flet për fjalën shpresë, është siguria e gjërave që do të ndodhin. Nuk është shpresë në aspektin njerëzor, që mo të shpresoj se edhe bëhet. Kur Zoti e nënshtroi, na tregon që në një të ardhme do të ketë një plan tjetër, dhe kush është kjo ja ku e këtu, se dhe vetë krijimi do të çlirohet nga skllavëria e prishjes. Krijimi që ne shohim është i bukur. Imagjino para rënjes sa më i bukur ka qenë. Kur është tani që u mallkua dhe është në rënje shumë i bukur, kur del me avion dhe shikon gjithë madhështinë e krijimit të Perëndis, ngazlehesh. Imagjino si ka qenë krijimi i Zotit përpara përmbytjes së Noeut, përpara madje mallkimit që bëri ndaj tokës Perëndia. Por nuk ka për të vazhduar kështu përjetësisht. Vetë krijimi thot, sa bukur, ju nështrua kotësisë, me shpresë dhe vetë krijimi do të çlirohet nga skllavëria e prishjes. Krijimi do të çlirohet nga skllavëria e prishjes. Tani dëgjoni pakës. Bibla është i vetmi libër që na tregon për një ngjarje që asnjë libër tjetër nuk e tregon.
Madje edhe kur tregojnë diçka librat e tjerë fetar, ja kanë marrë Biblës, ja kanë huazuar, ja kanë vjedhur, plagjatur Biblës. Tani vini dhe çfarë thotë. Në fakt, fjala e Perëndis na tregon që çdo gjë nuk ka për të shkatëruar në kuptimin e asgjësimit. Le të shohim pak se çfarë do të ndodhë te letra e 2 Pjetrit, te kapitulli i 3, vargjet 3 dhe 13. Çfarë do të ndodhë me krijimin? Çfarë Bibla na flet për planetin ton dhe për gjithë kozmosin? E kemi tek letra e 2 të Pjetrit, kapitulli 3, vargjet 3 dhe 13. Keni pak durim dhe dëgjojeni me vëmendje këto vargje. Pra letra e 2 të Pjetrit, kapitulli 3, vargjet 3 deri 13. Thot kështu: Duke ditur së pari këtë, që në ditët e fundit do të vinë me tallje tallës, që shkojnë sipas dëshirimeve të veta dhe që thonë, ky është premtimi i ardhjes së tij, sepse dhe kur etrit fjetën, të gjithë gjërat mbeten kështu që nga fillimi i krijimit. Tani çfarë po na thotë është që në ditët e fundit thotë, do vinë njerëzit dhe thonë, "Mo ku e keni këtë Jezusin që do vinte përsëri? Ku e keni këtë ndryshueshmërinë e madhe? Gjërat janë njësoj siç kanë qenë më përpara." Se ata me dashje e lënë të shpëtoj kjo gjë me anë të fjalës së Perëndis. Dëgjoni pak. Qiejt janë qëmoti dhe toka është bërë bashkë prej ujit dhe nëpërmjet ujit, nëpërmjet të cilëve bota e atërshme duke u përmbytur në ujë humbi. Ka fjalën për kohën e Noeut. Ndërsa qiejt dhe toka e tanishme, vini re pak çfarë thotë, qiejt dhe toka që ti shef sot, me anë të së njëjtës fjalë, janë vënë më njanë, janë ruajtur, thot, për zjarr, duke u mbajtur për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të papërshpirtshëm. Pra çfarë do të ndodhë? Krijimi do kaloj përmes zjarrit. Po prisni pak, nuk është shkatrim total. Vini re si vazhdon. Por ju o të dashur, e ka fjalën për besimtarët, mos e lini t'ju shpëtoj një gjë si kjo, mos e lër me njanë, sepse është gjë shumë e rëndësishme. Një ditë para Zotit është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk vonon premtimin siç e vlerësojnë disa si vonesë, por ka durim ndaj jush, duke mos dashur që ndokush të humb, por që të gjithë t'i bëjnë vend pendimit. Por dita e Zotit do të vijë si vjedhës, dita në cilën Krishti do të kthehet, do të vijë si vjedhës, në të cilën qiejt do të kalojnë me krism, ndërsa elementet do të shpërbëhen duke u djegur nga cecia dhe toka e veprat që janë në të do të gjenden zbuluar. Do të kalojnë përmes, i thonë dikur, kataklizma, kur vetë Zoti përmes zjarit do t'i rafinoj. Me qënë se të gjitha këto do të shpërbëhen kështu, çfarë lloj njerëzish duhet të jeni ju në sjelljet të shenjta dhe në përshpirtshmëri, duke pritur dhe duke shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt do të shpërbëhen duke u përflakur dhe elementet do të shkrihen duke u djegur nga nxehtësia, por sipas premtimit të tij ne presim qiej të ri dhe tokë të re, në të cilën banon drejtësia. Nuk do të zhduket krejtësisht, nuk do të shkatërrohet në mënyrë përfundimtare, do të kaloj përmes zjarrit, përmes shumë problemeve, por është për pastrim, është për nga kjo gjë për të dalë diçka e mrekullueshme, një tokë dhe një qiell i ri. Përmes pastrimit, përmes rafinimit që Perëndia ka për të bërë. A do të jetë përsëri planeti tokë? Po dhe jo. Jo kjo tokë, jo kjo gjendje në të cilën ndodhet kjo tokë, por fjala e Perëndis do ta rafinojë me anë të zjarrit. Gjithë kozmosi ka për të ndodhur një shkatrim, por një shkatrim jo për drejt çdo gjë që të mos ekzistojë më, por një shkatrim për të sjellë më pas përmes kësaj gjëje ripërtëritjen. Kjo tokë e re dhe ky qiell i ri nuk ka për të dalë nga asgjëja. Ka për të dalë nga kjo që është tani, për të rafinuar atë që është tani. Vini re tani kthehemi tek pasazhi sotëm. Krijimi ju nështrua kotësisë, pra gjithë të udhëtimin që ne jemi,
Jo vullnetarisht, nuk e bëri nga vetja, por për shkak të atij që e nënshtroi, Zoti ja nënshtroi krijimin mallkimit, kotësisë, dakor? Me shpresë se dhe vetë krijimi do të çlirohet nga skllavëria e prishjes. Ky është çlirimi nga skllavëria e prishjes, si përmes zjarrit, përmes shkatrimit të asaj që është dhe rilindjes përmes kësaj që Perëndia do të bëjë, për të hyrë në lirinë e lavdisë së fëmijëve të Perëndisë. Tani dëgjoni pak, shikoni pak vargun pak më sipër. Se pritshmëria e edhshme e krijimit, pra vetë krijimi, vetë natyra është në ethe, mezi pret, është e dedikuar mezi po pret për çfarë? Pret me padurim zbulesën e bijve të Perëndisë. Kush janë këta bij të Perëndisë? Do na tregohet pak më poshtë tani. Bijtë e Perëndisë janë të gjithë ata që besuan dhe që besojnë në Krishtin. Po si do të duket kjo? Le të shohim një pasazh tjetër, në fakt është te Korintasit. Kapitulli, shkoj sa i bukur është tani këtu. Kapitulli 15, letra e parë e Korintasve, kapitulli 15. Tani këtu mendja njerëzore filtron. Mendja njerëzore thotë kjo nuk ka sens. Fjala e Perëndisë thotë kjo ka sens. Dhe këtu është një betejë tani midis mendjes tënde dhe time dhe asaj që na mëson fjala e Perëndisë. Tani vini re me kujdes. Pra te letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 20 dhe më poshtë, thotë kështu: Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish. Ne e dim këtë gjë, do vim Pashkët, do ta shohim së bashku, do adhurojmë Perëndin. Dhe Krishti u ringjall në trupin e tij fizik, jo thjesht shpirtëror. Dakor? Dhe zvini rësë fjalorin që përdor fjalë e Zotit. Dhe u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur. U bë fryti i parë i atyre që kanë vdekur, që janë besimtarë, por bën fjalën për besimtarët. Është fryti i parë, që do thotë do të ketë dhe fryte të tjerë që janë këta që kanë fjetur. Dakor? Çfarë po ndodh? Krishti u ringjall prej së vdekurish. Si u ringjall Krishti? Në trupin e tij. Dhe u bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Pra që do të ndodhë diçka tjetër, sepse Krishti na e tregoi si shembull i asaj që do të vijë. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, që ishte përmes Adamit, kështu erdhi dhe ringjallja me anë të një njeriu. Nga Adamin ne trashëguam vdekjen, nga Krishti ata që besojnë në Krishtin do trashëgojnë jetën. Sepse ashtu sikurse në Adamin të gjithë vdesin, kështu të gjithë do të ringjallen në Krishtin, thot Bibla. Tani direkt mendja shkon në lajmet e televizionit që na thuhet që thon ca njerëz do të ringjallen dhe vdisë do të ringjallesh. Prit, ki pak mendje dhe mos u nxito për të dalë në konkluzione të tilla, vetëm të shohim pak çfarë na thot Bibla. Sepse ashtu si Krishti, sikurse në Adamin të gjithë vdesin, kështu të gjithë do të ringjallen në Krishtin, thot Bibla. Por secili sipas radhës së vet, Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë në Krishtin, në ardhjen e tij. Kur do të ndodhë kjo gjë? Në ardhjen e Krishtit. Pra çfarë po na thoshte Pietri? Që do të vijë një ditë, po thoshte Pietri, që kjo tokë që ti po shef, ka për të shkatruar, por jo në asgjësim. Kjo tokë që ti po shef, do të kaloj përmes gjithë zjarrit, gjithë filtrimit, pastrimit, zjarri në këtë rast sjell pastrim. Do të ripërtërihet për të bërë një tokë të re nga kjo që është, nga ky kozmos që kemi, dhe një qiell të ri, ku do të mbretëroj jo më mallkimi, po drejtësia. Tani unë e thash, mendja fillon dhe betejë këtu, ta besoj po dalë se duket si pralla, nuk është si prallë, sepse po e njëjta Bibël na tregon për gjendjen njerëzore, po e njëjta Bibël na tregon fillimin ton, rënjen ton, vazhdimsinë ton në mëkat, dhe e njëjta Bibël na tregon për shpëtimin, për farën e Perëndisë që do të vinte në mënyrë që të shpëtonte shpirtin dhe jo vetëm të njeriut, por dhe trupin. Tani vini re, por secili sipas radhës së vet, Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Dakor? Kur të vi Krishti, ata që janë të tij. Pastaj do të vi fundi, kur ai t'ia dorëzoi mbretërinë Perëndis atë,
pasi të ketë azgjësuar çdo sundim, çdo pushtet dhe fuqi djallëzore që ishin në kundërshtim me Perëndin, sepse duhet që ai të mbretërojë derisa të vejë armiqt në këmbët e veta. Armiku i fundit që Krishti ka për të vendosur në këmbët e veta është vdekja, thot Bibla. Dhe vazhdon dhe thot vdekja u përpi në fitore, o vdekje, kush është gjëma jote, kush është arsyeja jote, dhe është mëkati. Dhe vazhdon dhe na tregon po te Korintasit, sepse Perëndia i vuri të gjitha në këmbët e tij, ka fjalën për Krishtin, por kur thot se gjithçka i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet ai që ja ka nënshtruar gjithçka. Ta deri përsëri fjala nënshtrim. Tani sot mesazhi nuk është thjesht të dëgjojmë ca fjalë të bukura, por të kuptojmë pak se çfarë ka për të ndodhur në të ardhmen e asaj që ne jetojmë në përditshmërinë tonë. Zbresim pak më poshtë. Dhe thot kështu, vargu 28. Dhe kur të ketë nënshtruar gjithçka, atëherë biri do t'i nënshtrohet atij që ja nënshtroi gjithçka, që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë. Biri do i nënshtrohet atit. Ja o atë, të gjithë krijimin që unë shpengova, me anë të gjakut tim, me anë të sakrificës time, ja ku është, dhe ti e Perëndia. Dhe vazhdon pak më poshtë. Përndryshe, çfarë do të bëjnë ata që pagzohen për të vdekurit, thot? Nëse vërtet të vdekurit nuk ringjallen, përse ata që pagzohen për të vdekurit, përse jemi edhe ne në rrezik në çdo orë? Për ditë unë po vdes për shkak të mburjes për ju që kam në Krishtin Zotin Jezus Zotin ton. Nëse si njeri luftova me bishat në Efes çdo bikam, dhe vazhdon na tregon për historinë e jetës së tij, por pak më poshtë fillon dhe thot kështu. Por do të thotë ndonjë. Tani kjo është Bibla, po lexoj Biblën. Si ringjallen të vdekurit. Edhe me çtrup do të vinë. Wow, thonë me miliona njerëz, me miliarda njerëz që kanë qenë do të ringjallen, po Bibla thot që po presin në fund fare për shkatrimin e madh dhe ardhjen e Krishtit, kur çdo person, ata që besuan në Krishtin, do të marrin trupat në formën e përsosmërisë që kanë pasur, ashtu si Krishti u ringjall në trup, por edhe ata që nuk besuan në Krishtin. Biblia na tregon që ditën e fundit edhe ata kanë për të ringjallur. Gjithë të vdekurit janë në pritje, thot Bibla, për urdhrin e madh të Krishtit. Edhe të vdekurit jo besimtar do të ringjallen në trupin e tyre për të qenë përjetësisht në ferë, dhe ata që do të jenë me Perëndin do të ringjallen në trupin e tyre si ai i Krishtit, për të qenë përjetësisht me Perëndin në krijimin e ri. Pralla, mund të thot dikush, po pse i gjykon kaq lehtë për të qenë prallë, ku e di ti që nuk është realitet? Sepse nuk e shef, jo çdo gjë shef. Tani kthehemi pak te pasazhi ynë. Sepse pritshmëria e edhshme e krijimit, vetë krijimi po tregon që mezi po pret me padurim zbulesën e bijve të Perëndis. Pra mezi po pret që të vijë momenti kur vetë Zoti Jezus, thot Bibla, do të kthehet për të marrë dhe për të vendosur gjithçka në sundimin e tij përfundimisht. Wow. Dhe njeriu përsëri do të vendoset në qendër. Njeriu përsëri do të vendoset në atë hierarkinë që ishte më përpara. Do të jetë tashmë në fund fare. Vazhdojmë pak pasazhin më poshtë. 22. Një mend ne e dim se i gjithë krijimi deri më tani psherëtin bashk dhe shtërzon bashk. Çfarë po thot këtu? I gjithë krijimi rënkon, thot në një përkthim tjetër. Pse? Nga bara e madhe e mallkimit të Zotit. Nga bara e madhe dhe vetë natyra rënkon, thot Bibla. Dhe vazhdon dhe thot kështu, e jo vetëm ai, ka fjalën për krijimin, por dhe ne vetë, duke pasur frytin e parë të frymës. Kush janë këta dhe ne vetë? Besimtarët. Në fakt ekziston një mendësi që po ti jesh besimtar, ka shumë kisha që pretendojnë në këtë lloj forme, ty nuk të prek, ke një lloj imuniteti, nuk të prek
problemi. Madje luten dhe thot problemi ti drejtohen dhe thot largohu ti problem në emrin e Jezusit. Në fakt nuk thot Bibla gjë të tillë. Vini re çfarë po na thot këtu. Dhe jo vetëm krijimi, pshërëtin dhe rënkon, por edhe ne vetë, edhe besimtarët në trupin e tyre do të përjetojnë ende rënjen. Duke pasur frytin e parë të frymës, pra pas kemi një fryt të parë, kush është fryti i parë? Kur ti u bëre besimtar, Zoti rilindi brenda teje shpirtin tënd dhe fryma e Perëndis vjen dhe brenda banon dhe ky është fryti i parë, jo i vetëm. Dhe në vetë pra, pshërëtim në veten tonë, thot, duke pritur me padurim birësimin, shpengimin e trupave tanë. Tani dëgjoni pakës. Unë kam këtë orën këtu, që është blerë, 5.000 lekë të vjetra. Dakor? Dhe për mua është shumë e veçantë, se shoh këtu sa vajti ora. Dakor? Shumë e vlerë. Por, materiali, plastik, kapaçk. Nëse do të kisha këtu një orë floridi, jashtëzakonisht të mrekullueshme, do thoni ju të dyja do t'tregojnë kohën. Po, prit pak. Do i merja dhe do i krahasoja, atëherë do kuptoja, po t'i kisha të dyja, për të thënë që hej, kjo ka shumë vlerë, kjo nuk ka shumë vlerë. Dakor? Çfarë po na thot Bibla është që vetë besimtarët thot, pshërëtin, sepse po thonë që hej, kështu është situata ime tani. Por unë e di se çfarë do të ndodhë kur të jem me Perëndin përjetësisht, me Krishtin në përjetësi. Pra, ja vlen, thot Bibla, që ta krahasojmë, por nuk vlen të krahasojmë me njëra tjetrën, në kuptimin nuk kanë një peshë me njëra tjetrën, por duhet krahasuar. Ka shumë psikologë që kur njeriu është në vështirësi, mënyra se si psikologët ateist i adresohen një personi që është në vështirësi, është në këtë lloj forme. Përpiqu ta shikosh problemin tënd më të vogël se ti. Përpiqu ta zotërosh ti problemin tënd. Ti je shumë herë më lart se problemi yt dhe gjithë terapia e tyre përpiqet të ngrer moralin që ti ta zvogëlosh vlerën e asaj që ty po të rrethon. Madje normale dhe njerëzit përreth thonë, mos të gjeti ty, po halli jot ka dhe nuk je as i fundit as i pari. Dhe duket si një terapi, duket tamam si një dehje. Keni parasysh personat që fillojnë rakin, alkolin dhe pinë për shkak të situatave dramatike në jetën e tyre. Pse pinë? Pse dehen? Për shkak të atyre situatave, sepse kërkojnë një parajsë të vogël, kërkojnë një largim të vogël nga realiteti dhe shpesh kështu funksionon dhe me terapinë e botës. Duke të thënë që dëgjoj se ti je mbi problemin, shiko anën pozitive të kësaj pjese. Jo, Bibla po na thot, je realist. Dhe ti si besimtar ke për të qenë në situata të vështira. Dhe ti vetë si besimtar, thot Bibla, do të pshërëtish në veten tënde, uf dhe buf do të bësh në trupin tënd dhe do të ndihesh dhe në presionin e situatave të vështira. Madje vetë Krishti Jezus kaloi në situata shumë të vështira. I keni parasysh në kopshin e Getsemanis, përpara kryqëzimit. Bibla thotë që teksa lutej, djersa e Zotit Jezus u kthye në gjak. A e dini çfarë do të thotë kjo, nëse do ta shikosh pak nga ana mjekësore? Do thotë që niveli i stresit ishte aq i lartë sa qahen kapilarët nga stresi dhe del gjak i bashkuar me djersën. Kaq nivel të lartë sfidues pati Zoti Jezus. Po pse? Se do vinte në kryq? Jo. Por sepse mbajti mbi barën e vet gjithë ndyrësitë e mëkateve të çdo qenie njerëzore që do të besonte, besoi dhe do të ishte me të në përjetësi. Mori mbi vete, u bë magneti, u bë ndyrësia më e madhe që mund të ekzistonte. Një presion i jashtëzakonshëm, stresi. A do të kalojnë besimtarës përmes situatave të tilla? Po. Dhe je realist që po. A do të ketë situata të vështira në jetën tënde? Po. Dhe përgatitu se do të vinë edhe më të mëdha ndoshta. Ti nuk ke imunitet. Bibla thotë që vetë krijimi, madje edhe ne vetë që jemi besimtarë pshërëtim. Nuk thotë që ne jemi ndarë nga krijimi. Ne jemi pjesë e kësaj gjëje. Ne pshërëtim në trupat tanë. Por, vini dhe sa bukur e thotë.
duke pritur me padurim birësimin, shpengimin e trupave tanë. Këtu nuk po na thotë që nuk ka ndodhur birësimi, por që birësimi nuk ka marrë formën e plot të tij. Ti e bërë birë kur besove në Krishtin. Ti u adoptove nga Perëndia kur besove në Krishtin. Por kjo ka për të marrë formën totale, plotësinë në krijimin e ri. Kur Zoti Jezus do të vijë dhe si do të mbarojë ky univers ku ne jemi, një ditë apo një natë si vjedhës do të vijë vetë Perëndia. Bibla thotë që qielli do të mblidhet si një pergamen. Elementet e natyrës njerëzore, thotë Pjetri, thotë edhe tek Juda te libri Judës, do të shkrihen përmes nxehtësisë dhe atëherë Zoti Jezus ka për të nxjerrë nga kjo gjë krijimin e ri dhe atëherë ka për të sjellë trupin ton të ri në formën që do të jetë përjetësisht me të. Dhe këtu është shpresa e besimtarit. Duke pritur me çfarë? Vini re, me padurim, mezi po pres për shpengimin e madh kur t'je me Perëndin. Interesante është që kur je situata të vështira, kujto fundin. Fundi ka për të qenë me Krishtin. Sa do e madhe që t'jetë sfida jote, kujto pak në qiell të ri dhe në tokë të re, do të kesh trupin e ri të përsosur. Motra jona Ariela është duke kaluar në sfidë. Datë 24 shkurt, ajo ka për të bërë një ndërhyrje, edhe për syt, edhe është decizive, shumë e rëndësishme. Edhe do doja që të luteshim për të. Por në të njëjtën kohë, secili prej nesh, ashtu si dhe ajo, kalon përmes sfidave. Dhe këto janë sfida reale, që kur i kalon përmes tyre të dhem shpirtit, dhe ndihesh i dobët, dhe ndihesh i mërzitur, dhe ndihesh ndoshta dhe ndihesh pa fuqi për të lutur. Por vini re pak më poshtë. Vargu 26 do kalojmë vetëm për pak aty, ku thot, e po ashtu dhe fryma i vjen në ndihmë dobësisë son, por kur ndihemi në këtë pësherëtim që kemi në trupat tanë këtu në tokë, për shkak të mëkatit, sepse ne nuk e dim se çfarë të lutemi ashtu si duhet, por vetë fryma ndërhyn në ne me pësherëtima të pashpjegueshme. Wow. Vini re, kur ti bëhesh besimtar, ka tjetër përqasje vështirësia. Ti nuk ke imunitet, por ka tjetër përqasje. Vargu 24. Sepse me shpresë u shpëtuam. Me shpresë për të besuar, për të qenë përjetësisht me Krishtin, u shpëtuam. Nuk thot mund të shpëtohemi, por ka ndodhur. U shpëtuam kur besove në Krishtin, ti u shpëtove. Dhe kjo shpresë që Bibla na thot, nuk është një shpresë siç e thash më sipër e njeriu, që ta shohim se ndodh. Kjo është një gjë e sigurt thot Bibla. Por shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse kush e shpreson atë që sheh. Pra nëse ti e sheh, s'ke pse shpreson sepse ti e sheh. Por këto gjëra që nuk i dim, por ne ka dhënë fjala e Perëndis, dhe nuk i kemi përjetuar, por ne ka dhënë fjala e Perëndis, ti i shpreson duke e ditur se kjo do të jetë. Por nëse shpresojmë atë që nuk shohim, atëherë e presim me padurim përmes qëndrueshmërisë. Vini re, si e presim me padurim? Ka një fjalë shumë të fortë aty, përmes qëndrueshmërisë. Që do të thotë, do të kalosh me këto pësherëtima në këtë udhëtimin të në tokë, por sytë e tu mos i mbaj të fokusuar të kjo botë, sepse kjo botë nuk ka për të bërë më mirë. Kjo botë nuk ka për të qenë më mirë. Kjo botë na tregon spiralja e rënies që po shkon poshtë e më poshtë. Madje Bibla na tregon për kohët e fundit, është libri vetëm që na tregon se çfarë ka për të ndodhur në kohët e fundit.